Konsiderohen si turistë elitar dhe vizitojnë kryesisht qytete me trashëgimi të pasur kulturore. Vizitorët e turizmit kulturor po shtohen në qytetin antik dhe ata zgjedhin pikërisht këtë periudhë të vitit për të bërë guidat e tyre. Marsi dhe prilli është koha ideale për ta sepse kushtet e motit janë favorite dhe lëvizje ka më pak. Pamjet e marra gjatë këtij fund muaji mars tregojnë se qyteti çdo ditë vizitohet nga turistë huaj që të rriqen nga qyteti mbi rënojat antike të Epidamit. Durrësi, i cili është themeluar që në vitin 627 para erës sonë, është një nga qytetet më të rëndësishme në vend dhe në zonën e Adriatikut, i pasur me histori, arkitekturë dhe site arkeologjike. Rritjen e numrit të turistëve e tregon ky grup, të cilin Adrianet e fokusoi në rrugët e qytetit të Durrësit. Ata vizitojnë amfiteatrit, muret rrethuese të qytetit, forumin bizantin, kullën veneciane, termet antike romake, bazilikën e Shën Mëhillit e të tjera. Gjithashtu, Durrësi ka dhe një pasuri nënujore e cila përbën një vlerë të shtuar për qytetin, vlera të cilat mund të inkurajojnë akoma më shumë zhvillimin e turizmit arkeologjik. Durrësi numëron 20 monumente të trashëgimisë kulturore dhe 12 objekte të rëndësisë së veçantë, të cilat janë të vizitueshme gjatë gjithë vitit si turist, vendas, ashtu edhe ata të huaj.